Nga sot ka filluar test periudha e sistemit SafeCity dhe qytetarëve veçmë kanë filluar të mbrijnë në adresat e tyre paralajmërimet për shkeljet e bëra në komunikacion. Për të parë se si po ndikon kjo mas në komunikacion, televizioni Shenja doli në teren. Shoferët thonë se kjo mas do të ndikojnë në mënyrë direkte tek vozitësit e pandërgjegjshëm, shpresat për trafik më të qetë dhe më të rregulluar. Ata i shohin tek dënime që do të vinë nga ky sistem. Thonë se një sistem i tillë është funksional një kohë të gjatë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Du me kujdes me vozit, ma ka dale, mos mu gutën. A do të rritet siguria sipas jush me këto kamera? Normal, ma mirë, po. Po treba da vlija e dobro. Qëllimi është të jetë më i sigurt. Mendimi im është që dënimet që do t'i marrin do t'i bëjnë shoferët më të ndërgjegjshëm. Duhet të ndikojë pozitivisht, si në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, ku dënimi arrin në adresë. Trafik më të rregulluar pas funksionalizimit të kësaj mase presin edhe këmbësorët dhe biçiklistët. Nuk pret ndonjë ndryshim drastik. Personalisht jam biçiklist, por mendoj që do të përmirësoj dhe do ta ngris përgjegjësinë tek shoferët, që të mos bëjnë shkeljet që bëjnë kundrejt e biçiklistëve dhe këmbësorëve. Përndryshe test periudha për SafeCity ka filluar sot në Shkup, Kumanov dhe Tetov dhe do të zgjasë deri në fund vit. Ndërkaq nga 1 janari i vitit të ardhshëm, pasi të bëhen ndryshimet e nevojshme ligjore, SafeCity do të fillojë jo paralajmërime, por dënime të dërgojë qytetarëve në adresat e tyre.